1124 maturant në shkollat që mbulon zyra arsimore Vlorë Himari janë nënshtruar këtë të martë provimit të dytë të maturës shtetërore, gjuhës shqipe dhe letërsisë. Ky proces u organizua në 6 qendra provimi me 6 përgjegjës në qendra, përfshi gjithsej 1124 maturant, të cilët vinë nga 21 shkolla publike dhe jo publike. Për administrimin dhe mbarvajtjen e provimit u angazhuan 127 administratorë, të cilët zbatuan me përkushtim të gjitha udhëzimet dhe standardet e përcaktuara nga Ministria e Arsimit. Provimi nisi në orën 10 dhe përfundoi në orën 12:30. Në këtë proces të rëndësishëm kombëtar u angazhua edhe Policia e Shtetit, strukturat shëndetësore, përfshi Spitalin Rajonal, si dhe operatorin e shpërndarjes energjisë elektrike, të cilët ka dhënë mbështetje për garantimin e sigurisë, rendit, gatishmërisë mjekësore dhe vimësisë energjisë elektrike. Ndërkaq në të gjithë vendin, janë rreth 26500 maturant që i nënshtrojnë provimeve të maturës shtetërore, duke shënuar një rënje krahasuar me vitet e mëparshme. Në vitin 2024 ishin rreth 28000 maturant, në 2025 rreth 27000, ndërsa këtë vit numri ka rënë në 26500. Emigracioni dhe rënja e lindjeve po ndikojnë drejt për drejt në të kurrin e brezit të ri dhe në boshatisjen graduale të shkollave. Provimet e maturës shtetërore nisën më 2 qershor me gjuhën e huaj, vijuan këtë të martë të 9 qershorit me gjuhën shqipe dhe letërsinë dhe më 16 qershor do të vijojnë me matematikën, për të përfunduar më datën 23 qershor me lëndët me zgjedhje. Autoritetet arsimore theksojnë se janë marrë të gjitha masat për të garantuar një proces të rregullt, ndërsa çdo shkelje si përdorimi i celularit gjatë provimit do të sjellë përjashtim të menjëhershëm.